Problemi që unë shoh realisht është mësimdhënia, është cilësia e mësimdhënies. Unë mendoj që mësuesve u kërkohen që mësuesit vazhdojnë të bëjnë ditare, mund të jetë një mësuese që ka 35 vjet, që punon dhe vazhdon dhe bën një ditar i cili nuk i shërben më. Ajo gjatë orës që shkruan ditarin, se ajo tashmë di se çfarë jep në mësim, ajo mund të bënte një gjë tjetër që të jetë kreative. Por nuk u jep më po atyre nxënësave. Janë nxënës të tjerë. Dakord, janë nxënës të tjerë, por ajo e di se çfarë po jep. Unë mendoj që ajo e di çfarë po jep. Ajo mund të ofrojë një gjë plus. Dhe unë e kam parë ditarin gjithmonë si një mjet si një mjet qortues, njësoj siç bëjnë policët që fshihen mbrapa një kthese për të kapur në gabim shpejtësie. Profesor, po thotë ka ndryshuar kohët, kemi një brez të ri, i cili nuk është më i përqendruar. Jo, ai thotë që nga njëri brez tek tjetri, nga njëri, domethënë ka ndryshime. Por edhe për mënyrën se si jepet nga ana e mendoj që mësuesve. ditari nuk ndryshon nga ana e mësuesit. I kërkohet domosdoshmërisht që një ditë përpara të përgatiste gjithë skicën e asaj që do të zhvillohet nesërmen. Një mësues i cili do të shkojë të nesërmen pas dokumentuar, jo kuptimin formal administrativ, po për të shprehur kulturën e tij profesionale, ka shi vetes tij. Pra atë që do bëjmë nxënësit, ai mësues nuk hyn dot në shkollë.